Jorida Tabaku ka marrë 20% të votës së Partisë Demokratike në Tiranë. Lënia në listë hapur nuk është problem. Mirë po bëhet problem sepse merret si mesazh se Sali Berisha nuk e don parlament. Nuk e ka aq të rëndësishme, pranon edhe ta rrezikojë mesazh për partinë dhe militantët ky. E kështu Jorida Tabaku doli në fushatë shoqëruar nga perceptimi se Sali Berisha nuk e do aq shumë. Mirë po jo të gjithë demokratët janë një prerje, jo të gjithë ndërrojnë t'i vënë minat ambasadës amerikane, jo të gjithë shohin me heroizëm rrahjen me grusht me policinë, jo të gjithë flasin me gjuhën e tipit bajlozat e krimit, baronët e drogës, po, jo të gjithë besojnë në konspiracione pa lidhje, jo të gjithë xhirojnë spote me tavolina me pjata, kjo trupi janë një 30% e demokratëve. Këta janë potencialisht euroatlantik, mirë po nuk shkuan te Basha, pasi Basha jo domosdo ishte euroatlantiku me inspikatur edhe pse ishte kryetari i Partisë Euroatlantike. Sikurse Berisha është kryetari i Partisë Demokratike, por është më pak demokratiku, emri jo gjithmonë korrespondon me realitetin. Arsyeja e dytë, organizimi dhe puna. Ditën kur u la në listë hapur, mendimi im ka qenë ky, sot e ka betejën e parë politike në jetë. Ato të mëparshmet s'kan qenë betejë, kanë qenë vendet sigurta në lista partie. Kanë qenë pak si qyl, kjo është betejë e parë. Ajo e ata nuk zhgënjyen në këtë pikë, kontaktuan çdo person, u morën me çdo kutisti dhe krijuan aleanca të shumëfishta me shumë faktorë të PD-s. Tipike si oficer partie me përvoja në përfushata. E treta dhe më e rëndësishmja, profili publik i Jorida Tabakut e ka ndihmuar cilin do për të kërkuar vot për të. Qëndrimet që ka mbajtur, modeli që ka ruajtur, gjërat për cilat ka folur e ka luftuar, e kanë profilizuar mirë në publik, si politikane e së nesërme se me perspektivë, jo si politikane e të djeshmes që duhet hedhur pas krave. Këto janë pak a shumë arsyet e spikatjes dhe marrjes së 20.000 votave personale. Sigurisht tani ma merr mendja se Jorida e ka aq zgjuar si të heshtur sa për të mos e lejuar veten të dehet nga kjo gjëja dhe të dëgjojë zërat që mund të thonë Dil Bejnamin. Votat i ka marrë për deputete, fakti që shumë kush habitet si u votuan Tabaku e Ali Mehmeti tregon se perceptimi dhe imazhi për PD-n është shumë i keq. Njerëzit mendojnë se janë 100% formacioni tipit Al Nusra. Suksese.